kundërshtimin e tij në lidhje me frymën politike të kohës. Gjithçka që shihni në apartament është origjinale, ashtu siç e ka pasur Kadare deri në momentin që ai ka jetuar këtu, sigurisht duke shmangur disa elemente që dhe ju vetë kuptoni, për shembull pjesa e kronologjisë që kemi tek pjesa përballë, e cila përmban gjithë kronologjinë e veprës së Kadares nga viti 1954 që fillon me botimin e tij të parë për Zymë Djallëshare dhe deri në 2018, por në fakt realisht është deri në 2019, ndërsa ky është shënuar në 2018. Përballë me ndodhet biblioteka, e cila është një prodhim origjinal i kombinatit të drurit mistomane të dikurshëm. Ajo bibliotek përmban libra të ndryshëm, pjesa më e madhe e të ose le të themi pjesa e konsiderueshme e tyre janë libra nga autorë shqiptar, një pjesë janë krijime të vetë së Kadares, veprat e tij më të rëndësishme, sigurisht botime të vjetra, jo botime të rinj që kemi mundësi të gjejmë tani në librari të ndryshme. Ndërsa tek pjesa këtu markas janë revista të ndryshme letrare në gjuhën ruse, në gjuhën frënge, por gjithashtu dhe revista letrare me gjuhën shqipe. Nëpër ekspozitor, që do t'i marrim të gjitha me radhë, kemi të ekspozuara dorëshkrime të ndryshme, duke nisur nga Generali Ushtrisë së Vdekur, që është romani, njihet si romani i parë, por në fakt nuk është i pari është Qyteti pa reklama, por është romani i cili dha famë ndërkombëtare dhe njohur në gjithë botën. Kemi dorëshkrimin origjinal dhe variantin për skenar arrest. Pjesa që shikoni aty është dorëshkrimi origjinal me shkrimin e vet Kadares, teksa që Ismail Kadares shkruante gjithmonë me dorë, nuk preferonte në mënyrë tjetër shkrimi, pra nuk përdorte mjetet teknologjike, makinën e shkrimit që kanë qenë dikur, por edhe pas viteve 90, pra gjithmonë ka shkruar me dorë dhe ka qenë një detajist i jashtëzakonshëm. Ai është skenari për film artistik. Pjesa në mes i përket po ashtu Generalit të Ushtrisë së Vdekur, që është transmetuar si radionovel në BBC, ndërsa pjesa në fillim është po skenari për film artistik për varianti daktilografuar. Me daktilografimin e veprës së Ismail Kadares merr bashkëshortja e tij Elena, domethënë ishte ajo që kishte në filmin këtë veprë. E nisim nga vitrina e parë e bibliotekës, e cila është ndarë në 3 pjesë. Dhe këtu kemi mundësi që të shohim 3 ndikimet kryesore në jetën e shkrimtarit. Diçka tjetër që do ju thoja përpara se flas për vitrinën që nuk e ceka në fillim të bisedës. Edhe vetë godina përmban historinë vetë. Quhet Pallati i Artistëve, Pallati me Kuba, Frenti ndërtesë, ndërtuar nga arkitekti Max Velo, që në momentin që u ndërtua,